Presidentja decidivisht aty e ka thënë që përveç bugjetit të vitit 2026, i cili është bugjeti qeverisë natyrisht, që mos mu imponu, do me thonë për ato e kuptojmë që është çështje politike, edhe gjitha këto tjerat me u votu, do me thonë pa ato. Do të thotë që t'jemi korrekt deri në fund, do të thotë nuk ka pas imponime që me shku se po akuzohet sot presidentja se po shkon me agjendë të qeverisë, nuk ka pas asnjë lloj insistimi. Kanë qenë të gjitha ato që mos mu humb mjetet prej marrëveshjeve ndërkombëtare, me u siguru bugjetet e 3 komunave për me dalë komunat nga kriza, edhe mu miratu raporti Radio Televizionit Kosovës. Dhe nuk ka pas gatishmëri. Absolutisht janë deklaru për kodo, do të thonë ata që kanë qenë aty munden me i demantu ose konfirmu fjalët e mia, se unë jam të fol për njerëz që ishin aty dhe që janë sot duke deklaru, por nuk ka pas asnjë kërkesë që data 21 me u lidh me pakon e presidentes, nuk është e vërtetë, paktën jo aty. Nëse ka pas biseda tjera jashtë asaj sale, ndoshta nuk e di, por aty brenda në deklarime publike nuk ka pas bisedë për ndërlidhjen e datës 21 dhjetor me këtë pakot të votimit që mund të bëhej atë ditë prapë. Eksponentët e opozitës po vazhdojnë të akuzojnë presidentin që është një mjet i kapën nga ju, nga eksponent saktum, mbrana partnerëve të koalicionit, dhe ka qenë gjitha në shërbim të mazhorancës, këtë rast vetëvendosjes, guxove alternativa, tu nis prej datës së zgjedhjeve e deri te propozimit për votimin e buxhetit. Ka qenë shumë e thjeshtë që po tregoj, Fidan, unë bile personalisht aty kom thonë që qoftë data 21, qoftë data 28 do të më marrë konfirmimi final edhe prej Komisionit Qendror Zgjedhor. Për arsye se mos harrojmë janë të katërtat palë zgjedhje për këtë vit. Do të thonë është katërta herë që qytetarët e Republikës në shumicën e vendit, për ashtu komunat që kanë kaluar raundin e parë ose pa balotazh, të gjitha të tjerat pa përjashtim shkojnë, do të thonë te kutitë e votimit për të katërtën herë. Në këtë proces po flasim sot kur deri para 2 ditë nuk kanë qenë certifikuar zgjedhjet lokale. Do të thonë imagjinoni procedurën për Komisionin Qendror Zgjedhor, i cili duhet me i fillu procedurat përveç shpalljes së zgjedhjeve, prej flet votimeve, tek listat e kandidatëve, tek përgatitja për votim, për regjistrim të votuesve jashtë vendit, tek marrja e pakove, shpërndarja e pakove, kthimi i pakove, tek administrimi me kredibilitet. Edhe unë personalisht, do më thonë, për kundrej që na e kemi diskutu mrenda, është 21, është 28, kom thonë, si data 21, si data 28, du të me marrë konfirmim prej Komisionit Qendror Zgjedhor. Për arsye se koha me cilin dhe presioni me cilin janë ballafaqu mundet me shkaktu dame në kredibilitetin e procesit që është bazë e demokracisë. Po ka qenë edhe një element që nuk po përmendet në publik tash, kur po dojnë mu akuzu, me akuza kundër akuza, procesi mësimor. Do të thonë, zgjedhjet mbahen në shkolla. Na gjithë e dim se klasët janë vend votime, shkollat janë qendrat votimeve, dhe shkollat mbyllen me 24 dhjetor. Do të thotë minimumi që mundet më bëj ne kur sejm drejtues të shkollave, që mos më pas edhe ngarkesën e procesit mësimor, rregullimin, pastrimin e klasëve të tjera, edhe përgatitjen për proces zgjedhor dhe heqjen. Do të thonë, mësimi në këtë rast nuk cenohet në asnjë formë ose nuk ka ndonjë ngarkesë shtesë në qendrat e votimit ku ka mbajtur procesi zgjedhor. Prandaj data 28 ka qenë më e preferueshme në këtë raport. Sa i përket diasporës, mendoj që është u bë një gjykim absurd i mënyrës se si po trajtohet. Përderisa në zgjedhjet të shkurtit partitë janë shty, përfshi dhe shtot të opozitës që sot po thonë që jo kemi qenë në favor të datës 21 e këta e kanë ndosh diasporën. A janë qëta që kanë marrë takime me diasporën jashtë, që i bishin fotografitë e tregojshin sa të suksesshëm janë. Do të thonë, ne jemi të fol për të njëjtit njerëz. Nuk ka 2 diaspora Kosova, Kosova ka 1 diasporë. Dhe orientimin politik të diasporës është orientim, është vullnet i lirë i atyre qytetarëve që e kanë për me e përcaktu votën e tyre. Qoftë këtu, qoftë prej atje. Nëse ata dojnë më ardhë këtu edhe me votu në Kosovë, do të thonë është një farë ndjenje edhe votimi është pjesë ceremoniale e festës që bëhet, qoftë brenda rrethit familjar, qoftë të tjerëve. Këtë vit e kemi tepru, do të thonë ka shku jashtë asaj të imagjinueshme se që kemi pas për shumicën prej nesh, edhe përkundrejt që shumë herët që për pjesës së verës unë e kom pa deri ku jemi të shku. Do të thonë kom qenë ndër të paktët që kom thonë zgjedhjet janë zgjidhje, edhe pse edhe brenda vetëvendosjes më thëshin jo se përfundojmë njëjtë, do të thonë nuk ka diçka ndryshime të mëdha në atë periudhë kohore. Po, kemi fol bashkë në emision me ato. Po, a dim çka ka jep atë, si më thon, atë ndjenjë ose atë bindje mu. Ka jep pozicionimet strikte të subjekteve që as për çështjet e zgjat e zhbllokonin procesin me votë,
nuk me një pjesë në votim, ose deklarimet cilat vinin prej asaj që su votu në fillim një raport i Komisionit Qendror Zgjedhore deri tek këto të fundit absurdet mos me i votu marrëveshjet ndërkombëtare. 28 ditori, strategjia juaj, favor që ka ky presidenti përmes që diaspora këtu, edhe pse thatë nuk i kemi dy diaspore, kemi një diaspore, kemi një diasporë që zgjedhjet lokale, se cili thot, LDK-ja thot ne kemi marrë shumicën. Pra, shumë mirë. Tash, çka është problemi me ta? Çka është problemi me datën 28? Çka është problemi me procesin që ata mujnë marrë këtu, ose janë këtu për votime? Aq më mirë. Domethënë kemi një proces i cili me festat e fundvitit bëhet fest për demokracinë dhe uroj që si i tillë të jetë e para kredibil, e dyta afatgjat dhe e treta që të përmbyll jo vetëm këtë vit, po edhe 4 vjeçarin. Domethënë që mundet me nxjerr edhe qeverisje, edhe diskutime, marrëveshje konstruktive për konstituimin prej kuvendit e qeverisë, mandej edhe mas disa mujve edhe pozitën e presidentit. Njëri përkështësimi kryesor që përmenin opozita dhe një pjesë shoqërisë civile është 28 dhjetori, me rasti një pjesë vëzhguesve ndërkombëtar nuk ndodhen në Kosovë për shkak të festave të fundvitit. E gjitha kjo paludohet që jep mundësi juve të ditë që keni qeverisjen e detyri, keni të gjitha mekanizmat shtetënor për manipulim, nashta orientim, përdorim të mekanizmave shtetëror në favor të juin, pse jo edhe marrë deri te argumenti për mos pranim të zgjedhjeve. Edhe ulje demokracisë, edhe vlerësimit të zgjedhjeve në Kosovë, të ditë që në këto vitet e fundit, nashta jemi konsideruar si vendi që kemi më zgjedhjet më të lira, më demokratike, më të rregulla në Evropën Juglindore. Kjo para është konspiracion dhe e dyta është me hudh mjegull për çfarë do rezultati që mundet me dalë prej zgjedhjeve 28 dhjetorit, me i parapri një farë forme në këtë stigmatizimin edhe të datës edhe të rezultatit para se me ndodhë. Domethënë kjo veç tregon frikë për mua personalisht. Në cilat palë zgjedhje prej 2010-s kur janë mbajt fundit që janë kontestuar shumë, në këto ka pas defekte. 2017 për shembull ka pas diskutime atëherë që ka pas lëshim ose numrin më të madh të certifikatave të veteranëve, kur është diskutuar atëherë që ka pas masë të madhe të lëshume e mandej që kanë mujtë me ndiku në proces zgjedhor. Por në anën tjetër, në vetë ditën e mbajtjen e procesit zgjedhor, përjashtot disa elemente të vogla në vend votimi ose qendra të votimit, nuk ki pas as edhe një moment sfid ose pretendime për mashtrim. U bëhet tash një përpjekje e madhe për Mitrovic, edhe në fund doli në gjitha instancat edhe të sistemi drejtësisë, edhe në KQZ, edhe tek ata që janë marrë me procesin e administrimit të fletvotimeve, që krejt kjo ka qenë një dukuri e cila është përsërit në gjitha komunat, po në si forme u nxit, domethënë